Elbasani përjetoi një nga ngjarjet më të bukura artistike të kohëve të fundit, teksa u mbyll me sukses maratona 3 ditore e koncertit Moderne me Taban, një projekt që solli në skenë shpirtin tradicional, të ndërthurur me ritme të moderne, në një harmoni të rrallë dhe plot emocion, por trim mbrëmje radhazi salla e mbushur plot, dëshmoi qartë se arti i vërtet gjen gjithmonë në rrugën drejt publikut, me një energji të jashtëzakonshme dhe me një përkushtim që ndjehej në çdo detaj, mbi 250 artistë të gjitha moshave nga 5 deri në 75 vjeç u bën bashkë për të sjellë një spektakël të gjallë, dinamik dhe autentik. Koncerti erdhi si një mozaik i pasur artistik, ku kënga dhe vallja popullore u ndërthurën natyrshëm me muzikën moderne të zhanreve të ndryshme. Ishte një aktivitet i ndarë në 3 net këtë herë, sepse kemi një numër shumë të madh fëmijësh, normalisht dhe spektatorësh, dhe mendoam të ndajmë në 3 net këtë herë. Dhe ishte një koncert shumë i bukur, shumë i larmishëm, duke filluar nga tabani popullor veriut, Shqipëria e Mesme, jugut, i prekëm gjitha, si me vallet, si me këngëtarët, me çdo element tjetër. E veçanta kësaj herë ishte sepse patëm një grup zonja që kërcyen dhe që i dhanë goxha vlera sepse përfaqësuan tabanin popullor. Dhe muzikat moderne ishin të gjitha zhanreve botërore, dhe duke filluar nga Michael Jackson, nga grupi ABBA, viteve 90, dhe të modernet me fjalën e munduar të ruajmë tabanin modern. Po, kemi bërë prova për një muaj e gjys, edhe i kemi marrë tash, jemi në rregull dhe me çunat me orkestrinën. Shumë të kënaqur. Ato na suportojnë shumë dhe neve si muzikant. Dhe ne jemi shumë të kënaqur për këtë event që është bërë nga Altoni, nga Altonalla, nga Organizimi në 3 net erdhi si nevojë për t'i dhënë hapësirë numrit të madh të fëmijëve pjesëmarrës, të cilët performuan nga tabani popullor te muzika moderne, duke krijuar një urë të bukur mes brezave. Ne sot do performojmë vallën e Shotës. Shumë të kënaqur. Për të parë, shoqet e mia, shokët. Vetëm të Shotës dhe të Michael Jacksonit. Ndihem shumë e lumtur që po kërcej 3 net në teatrin Skampa, duke i dhënë në spektakël njerëzve dhe duke i bërë që të ndihen të lumtur. Shumë mirë me duar tërkitje parfum, që kemi pasur një publik shumë të gjerë dhe me shumë duar tërkitje në të gjithë vendin. Moderne me Taban la pas një mesazh të fortë, kur arti bëhet me zemër, publiku e mbështet dhe mbush sallën plot.